Kalojmë pak tani tek shëndeti. Ju keni qenë ndër zërat më kritik gjatë pandemisë. Sot, pas disa vitesh, a mendoni se koha ju dha të drejtë dhe cila ka qenë gënjeshtra më e madhe në atë periudhë? Këtë duhet ta mendoni ju se unë e kam provuar. Unë bëra protestën e parë në datën 7 maj 2020. Unë u ngrita dhe fola sa u lodha kundër vaksinimit, sepse unë e dje që vaksinat që në të kepruese. Por, pata dhe mbështetjen e nobelistit francez, mikrobiologut Fourier, mos gaboj, s'ka mbaj më emrin atij, do ta gjej, do ta them, i cili vdiq mbas 3 muajsh. Kisha mbështetjen e një mjeku italian që bërtiste dhe ulëriste. Ulëristen e kam videon që ka qenë është regjistruar në emisionin shqip të Eriona Rusit, i cili bërtet dhe ulëret dhe thot në asnjë mënyrë vaksina, janë vrasje, janë dekepruese. Koha na vërtetoi 4 Shqipërisht. Dhe unë mbështetesha pikërisht tek protokollet e këtyre që po bëjnë këtë hata në botë, dhe që njerëzit tani po vdesin ditë për ditë, edhe mjekët vetë tani kanë filluar dhe e pranojnë publikisht, botërisht që po, ato janë dekepruese. Po ne ishim detyruar s'kishim nga jamani. Në fakt kishim nga jamani. Unë do t'ju tregoj një rast që më vjen një bashkëshorte e një oficial policisë, drejtorisë policisë Vlorë, kur ishte drejtor policie Nardi Veliu, Ardi Sjeka i Veliu, dhe më sjell atë të ashtu quajtur në letër porosi, që i detyronte oficialët e policisë, punëtorët e policisë shtetit të vaksinoheshin. E marrë dhe unë atë e shikoj, kërkoj bazë ligjore, aty s'kishte gjykimbi, vetëm urdhra, se këta, që duhet theksuar një gjë, në Shqipëri ka 82 vjet që po qeverisin komunistët. E partisë punës, partisë komuniste të Shqipërisë. Nuk kanë ndryshuar asgjë në subjektet politike janë të tërë komunistë. Dhe shikoj që prandaj dhe qeverisin me urdhra dhe jo me ligje. Dhe shikoj bazë në gjërë të kishë. I thash asaj, zonjës e vetë shoqit se ishin të dy bashkë aty në zyrë. I kësaj zotëri, shkon në Vlorë edhe thuaj drejtori policisë, zoti drejtor, unë kam marrë të bëj vaksinën, por dua bazë ligjore. Dhe drejtori policisë i thot, ik di për jashtë edhe mos u thuaj të tjerëve. Kjo i thot të tëra zonjë. Pra, unë e kam bërë detyrën time si qytetar shqiptar. Dhe mos e quani më pandemi, është plandemi. Nuk mbeti gazetar, publicist, jurist, akademik në botë që nuk po e denoncon ditë për ditë këtë krim kundër njerëzimit. Dhe ai piperua që pëlliste ulëriste për të bërë vaksinën e keni të paralizuar, e pagoi vetë kohë të tia. Edhe shumë të tjere kanë paguar. Edhe shumë të tjera akoma do ta paguajnë. Teoria e kontrollit përmes teknologjisë siç është 5G apo qipat, është nga pikat tuaja të forta të diskutimit. Si mundet që një njeri thjesht i shpëtojë këtij monitorimi total? Ruani trupin tuaj nga esendet që do t'ju vendosin në trup. Është konventan e Nurembergut, neni numër 5, i cili i ndalon të gjithë shtetet e botës që të vendosin në trupin e qytetarëve të tyre objekte që nuk dëshiron vetë personi. Pra nuk të detyron dot të vendosësh asnjë gjë në trup. Nuk të detyron dot as të vësh mikrochip, as të përdorësh të tilla teknologji që janë, se ata do bëjnë të pamundur për të realizuar objektivin e tyre që të çparosin popullsinë motorore. Veçse unë jam besimtar dhe them që mbi ata ka një Zot që nuk e lejon pronën e tij që ka prodhuar vetë që quhet njeri, nuk e lejon që ta shpërdorojnë ata dhe ta vrasin ata. E vetëm shpresa e kam mbetur, se po të jetë për qeveritar dhe për dhunën, dhunën qeveritare të pushteteve, unë jemi të mbaruar. A besoni se ushqimi dhe uji në Shqipëri po përdoren si armë për të ulur inteligjencën ose rezistencën e njerëzve? Absolutisht po. Do të jap ujë.
Uji i zonjë tani dizinfektohet me flor, jo me klor, siç ka qenë diku. Klori duke hyrë në organizmin e njeriut e shkatërron. Dhe kjo është e vërtetuar 400-prisht. Mirë, po këtu nuk ka kush ta detyroj këtë qeveri dhe këta politikan bastard, këta lumra që po e qeverisin Shqipërinë, sepse lumra po e qeverisin, nuk ka kush të detyroj. Dhe shqiptarës s'kan që të bëjnë. Dhe detyrohemi vemi mbushim ujë në burime për të shpëtuar të paktën fëmijët tanë, se vetë s'kemi të bëjmë më. Atëherë ju jeni një mbrojtës si flak të vlerave tradicionale dhe të familjes. A po sulmohet qëllimisht kodi gjenetik I shqiptarëve për të na tjetërsuar ne? Po ju I harruat prindi 1, prindi 2. Po ju I harruat ato paradat që bën ata federatët në bulevardin e Tiranës. Po ju I harruat dhunën dhe diktatin që përdor të qeveria jonë dhe që përdor akoma, që të mos I zëmë në gojë ata, të mos I ofendojnë, mos I fyjnë. Unë e kam thënë, e them dhe do ta them. Ata duhen zhdukur me themel. Ata janë rudiment, ata bëjnë genocid në shoqëri. Pse bëjnë genocid? Dhe duhen akuzuar si genocidist, sepse ata vrasin të ardhmen e një populli, vrasin lindjen e fëmijëve, nuk duan që të lindjen fëmijë. Pra çdo thot martesa e brenda seksit, do thot mos prodhojnë fëmijë. Ky është genocidi që po bëjnë ata. Dhe po e mbulojnë me ta shkruajtur të drejtat tyre. Kush I daloi ata të bëjnë çfarë duan në dhomën e gjumit. Vetëm nuk kanë vrarë atje, po vetëm dalin atje. Dhe në për shkolla, arritin dhe në për shkolla ata fllëqësira. Për të treguar në një program që bëri ai Erion Velia për fëmijët, edhe çojnë në për shkolla njerëzve që të mësojnë fëmijët, të dallojnë seksin, të dallojnë si lindin fëmijë, si krijojnë fëmijë e tjera. Këto pislëqe dhe këto se ata nga të tilla marrëdhënie kanë lindur prej prindërve të tyre se dobicër janë të edhe të tilla gjëra duan të bëjnë dhe në shoqërinë shqiptare, po fatmirësisht kemi mbetur shumë që e duan familjen, që e mbrojnë familjen, që e duan djalin, vajzën, mëmën, babën, gjyshin, gjyshen. Ata janë kundër këtyre. Arriti sa thoshin prindi 1 dhe prindi 2. U dërgoi dhe një letër Erion Velia në përshkolla. Këto turpe që bën këtu nuk janë paguar akoma, nuk janë slarë, këto janë krime. Dhe këto do shlyhen. Të jenë të sigur që do vejora që do shlyhen. Kushdo që I provoj dhe I promovoj, do t'i paguaj. Si është një të ardhmen në Shqipërisë se do të vazhdojmë të ndjekim verbërisht udhëzimet e Brukselit apo Washingtonit? A ka një rrugë të tretë për ne? Ka një rrugë. Në ratë partë të qëllirohemi mëndërisë se mund të hyjmë në bashkimin evropian. Është një utopi që tallen ka 32 vjetë që tallen me neve. Nuk u vjen turp. Po me më shqiptarë, ka që pa më njëni. Por nuk e shikoni që ata po tallen vazhdimisht me neve duke filluar bje fjallat të zgjedhjet. Ka 30 vjetë thonë, këto zgjedhjet si vjetë, zgjedhjet kishin ca probleme, po ishin më të mira se të kaluara. Ka 32 vjetë që po bëjnë këtë gjë. Dhe shqiptarët nuk po të zgjohen. Pjesa ajka e komi shqiptar, e shqiptarëve të Shqipërisë, ka I kur janë shtetit, nuk është më këtu. Atje ku kanë vatur, kanë humbur si kripa në ujë, sepse I mbulon, I eklipson shumica e popullit ku jetoj. Dhe nuk mund të bëjnë asnjë gjë. Ne që kemi mbetur këtu, kemi mbetur vetëm ata që jemi të pamundur, që s'kemi të bëjmë, se 80 vjeçarët si puna ime nuk kanë më fuqi të bëjnë asnjë gjë. Ai që kemi në dorë të bëjmë është që të themi fëmijëve tanë dhe një mbetësave tona. Mos ju bindni këtyre kriminalëve, çohuni, dini në rrugë, mbroni veten, mbroni të drejtat tuaja. Se ta do ta bëjnë këtë nuk e di, dhe si do ta bëjnë nuk e di, por Shqipëria ndodhe në pikën më të lartë të rrezikut të asimilimi dhe të zhdukjes si kombë. Ai që futi që është në zërin e kryeministrit ka përgatitur të gjithë këto programe që bëhen me prodhusim,
me vjedhje pronas, me eliminim, me heqje të së drejtës në përgjykata, me shkurtim të gjyqtarëve, nga 8 vete, 9 veta që duhet jenë gjykat në apelit, janë vetëm 30 veta. Çfarë mund të bëj? Pra, është programi Qiput, programi i sionist, që zbatohet pik për pik nëpërmjet një njeriu, një sharlatani që quhet Edi Rama, dhe që zbaton urdhrat e padronit të tij, që mund ta ketë dhe partner seksual, nuk e dim se çka ka atje në zyrë, dhe që po shkatërron Shqipërinë. Ne jemi më keq tani se asnjëherë tjetër. Një, dhe dy ta them shqiptarëve. E shikoni çfarë po bëhet në Rio, kam një 4 raste të tilla unë që po i ndjek. Dhe tek unë drejtësia edhe pushtetit i ka ngecur shara në gozë, se as më blejnë dot, as më shantazhojnë dot. Çoni mbroni pronën me të gjitha mjetet, me të gjitha format, me çfarë disponon mendja dhe logjika njerëzore dhe teknologjia dhe shkenca botërore. Çoni mbroni pronat. Eliminojni fizikisht ata që vinë të marrë pronën. S'ka zgjidhje tjetër. Ose vdisni, pirua gjatë. Pse mendoni se figurat historike shqiptare po rishkruen ose po lihen në harres? O kush përfiton nga humbja e kësaj memorie kombëtare? Kjo ja, ta mbaroj çfarë pastaj mendoj tjetër. Po. Zonjë, kjo punë e eliminimit të figurave historike kombëtare, eliminimit të historisë shqiptare, të gjuhës shqiptare, gatuhet në Akademinë Sërbe të Shkencave në qendër të Tiranës. Se Akademia e Shkencave të Tiranës është sërbe, është tërësisht sërbe, është 100% sërbe. Ata duhet qëruar me shkelma nga ato zyra. Ata nuk janë shkencëtar, ata nuk janë akademik, ata janë armiq të kombit shqiptar. Po luftojnë gjuhën, po luftojnë ekzistencën tonë, po i luftojnë historinë tonë, të kaluarën tonë. Prandaj duhet qëruar ande. U them shqiptarëve që të shkojmë të bëjmë një protestë, nxjerrim nga zyrat me shkelme ata palaco që quhen akademik në Shqipëri. Se ata vetëm akademik nuk janë. Kush përfiton nga humbja e memories son kombëtare? Serbët dhe grekët. Të dy palë. Kanë arritur sa serbët thonë Skënderbeu ishte serb, grekët thonë ishte grek, o Jorgjo thonë, o Kastrioti Traptos dhe Elinas. Pra, përfitoi komshit dhe komshit tanë kanë agjenturat e tyre këtu, paguajnë miliona, dhe të deklaruara nga Miloševići dikur që kishte paguar $15 milion për të shkatëruar Shqipërinë, dhe gjë që e realizojnë përmjet Sali Berishës edhe agjentëve të tjerë të futur në politikë. Dhe shikojnë të gjithë, pa përjashtim, 140 veta që janë në parlament, të gjithë janë agjentë të shërbimit sekret. Pa përjashtim të asnjë, po duan dalë të ballafaqohen me mua.